Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me vërtet e kam një mungesë të madhe me qenë se është ndru Skype dhe është bërë një verzion më ndryshe dhe është kënaqësi ime. Por, që do të jetë shumë interesant sot, edhe do të jam i lumtur që do të rikthej dhe pak veten në ansamblin e shoqërisë kulturore e Mindorake në Shkup të Iliridës, por është një kënaqësi e madhe që sot do ta kemi edhe drejtorin. Drejtorin Fadel Zeneli, drejtori koordinator dhe udhëheq që ka udhëhequr në emisione të ndryshme me artistat anemban në shqiptari edhe në ansamblin. Do me thonë, atë është i zhvilluar që keni edhe shumë antarë në ansambl, përmise 100 kusur. Kështu që ansambli e Mindoraku feston 2 shtatëshe, do me thonë 77 vjetore. Fadel, mirë se ke ardhen edhe mirë se të kam gjetën se me të vërtet jam ka foli pak me emocione se vetë kam qenë në vallëtar në atë shoqëri për një 2 vjetë e gjysmë, 3 ditë mira, por kështu është kënaqësi që po rikthehna pak me ata njerëz të mi, edhe me qenë se ti s'ke qenë atëherë, por do me thonë në gjurmë janë aty. Mirë se ke ardhen. Mirë se ju gjetëm i nderuar miku jem Nazim Salihu, pra i nderuar, për të them me plot kuptimin e fjalës, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për mundësinë që sado kudo pak në pika të shkurtra të tregojmë për këtë 2 shtatëshe që përmende 77 vjetorin e këtij ansambli, një tempull i kulturës shqiptare, jo vetëm në Shkup, por në gjithë shqiptarinë, edhe pse jo edhe për karrierën time jo shumë të vogël, 40 vjeçare ose 4 dekadeshe. Kështu që edhe një herë në emër të familjes Zeneli, familjes time, në emër të familjes madhe të ansamblit e Mindoraku, në emër të gjithë shqiptarëve të Iliridës, Shkupit Dardan të them më mirë, vëllezërve dhe motrave tanë në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një përshëndetje të përzemërt, vëllazërore, mirë se po takohemi, besoj se sonte ose sot do të kalojmë çaste të bukura, të mira, e ndoshta do të prekim dikën se ka shumë që janë shku në Amerikë, në diasporë nga ansambli i Mindorakut që kanë qenë valltar ose këngëtar, instrumentist, kështu që kanë dalë nga kjo që përmenda pak më herët këtë familje të madhe, edhe kështu që besoj se do të krijojmë emocione, nostalgji, e mbi gjitha të tregojmë për karrierën edhe biografinë, edhe për gjithë sakrificën që kanë kaluar gjithë gjeneratat në ansamblin e Mindoraku, edhe përmes karrierës time që më kaluar pak më herët që përmenda 4 dekadësh. Atëherë do të dalë, do të ju pyes pak si kanë filluar të hapat e parë para 24 viteve. Si erë puna që të shkosh në derat të troketsh ose të hysh, të fillosh si një valltar, edhe të punosh me lloj njerëz, me fëmijë që kanë ardhur, kanë dalë, kanë shkuar, edhe atë shumë që jeni duke punu atë shumë mirë, edhe i ka ardhur ideja edhe të jeni një prezentues në emisionin e ju që e keni marrë për shumë kohësh, kështu që Fadel, mbrapa kam të kthy shumë. Do të flasësh pak për si ka filluar. Unë do të filloj prej momentit se zakonisht valltarët e mirë, karriera e mirë fillon pikërisht prej fëmijëni, kur fillon klasa 4, 5, 6, 9, që nuk e di atje në Amerikë si por mosha do të them dikon 9 vjeçare 10, por unë jam kyç shumë më vonë, dikon në shkollën e mesme. Dhe kështu që pse ndodhi kjo që në shkollën e mesme të kyçem, pse nga familja ime nuk ka pas të them ndonjë trashëgimi që kum pasu të them folklorin ose këngën folklorike në përgjithësi vallën, traditën e folklorit në përgjithësi, por fajtori të them në aspektin jashtëzakonisht shumë pozitiv i ndjeri zotri Alush Hamidi, i cili ka qenë profesor në shkollën e mesme Zeflush Marku në Shkup, dhe kum pasur Londën e Mbrojtjes te ai dhe si nxënës i tij, unë një shtat drejt ashtu, pozitiv gjithherë, dhe ai më ftoi një ditë prej ditëve të shkollës edhe tha ti duhesh të kyçesh në ansamblin Ibe Palikuqi, meqense ai vetë ishte edhe kryetari i ansamblit, jo vetëm kryetar, por edhe themeluesi i atij ansambli. Edhe kështu që me tregu drejtën, unë isha atëherë që nuk kisha lidhje me këngë popullore deri në atë moment. Të them, nuk ishte këngëtar
të asaj kohe të këngës zbavitëse botërore, këngës botërore të them, që nuk i njefsha. Kohës Michael Jacksonit, Paul McCartney atë duetin që e kishin, asaj kohë, pra Eurythmics, të përmend, po i përmendi disa grupe që të asaj kohë kanë qenë edhe çfarë muzikë kam dëgju. Por hatri profesorit që suni thash jo që dojsha në atë moment, por suni thash jo, edhe fillova këtë aktivitet. Të hapat e parë fillova në Ibe Palikuq, du njoftu aty me shok dhe shoqe të ansamblit valltar, këngëtar, instrumentist, sepse në atë kohë Ibe Palikuqi ka pas jashtëzakonisht shumë aktivitete dhe koncerte, të them, në të gjallë që kemi organizuar, dhe kështu që unë fillova, pikërisht fillet e mia kanë qenë dikun, them, para 40 viteve në ansamblin e Palikuqit dhe vazhdova dikun 19 vite në atë ansambël, dhe duke dash të zhvilloj, të rriti atributet e mia, dhe duke dash që takohem me koreografin tim në të ndjerë tashma, Faredim Iftarit, të takohem ishte dalja pak më herët për ansamblit Palikuqit, pa të shku në ansamblin Karshjaka, dhe them drejtën, dëshira dhe dashuria ndaj koreografit, ndaj profesorit tim që e kisha, shkova në atë ansambël që do të kisha thënë, e gjeta atë ansambël me 3-4 këngëtar dhe dikun 3-4 valltat, këngës dhe vallës tipike borimore. Dhe shkuarja ime në atë ansambël ndryshoi gjithë atë koncept dhe program të atij ansambli, dhe dikun qëndrova 4-5 vite, po tregoj jashtëzakonisht shumë pika të shkurtra, nëse përmenda 19 vitet e ansamblit Ibe Palikuqi, këtu janë qindra koncerte që kam dalë para publikut, prej Shkupi në gjithë Maqedoninë, edhe kemi pas çdo vit koncerte edhe në gjithë Kosovën. Jashtëzakonisht shumë. Pastaj kemi pas dhe festivale mbarkombëtare dhe ato ndërkombëtare, ndonë se flasim për mbarkombëtare, kam marrë pjesë në festivalin në Gjirokastër, kam marrë pjesë në festivalet që atëherë është bërë selektim i valltarëve më të mirë, këngëtarëve më të mirë prej Maqedonisë, si reprezentacion është formu Alusha Media të në atë kohë e formoj, edhe shkum edhe në Gjirokastër që ishte një ndjesi jashtëzakonisht e veçantë, sepse në atë kohë nuk kishte shumë festivale jashtë kufijve, nuk kishte shumë pjesëmarrje jashtë kufijve, të them, e sidomos të them, edhe Shqipëria kur përmendet që u hapën kufijt, edhe kështu që me të vërtetë kjo karrierë e kohës Ibe Palikuqit dhe Karshjakës, atë përmendin ndoshta Ngela Borç në ansamblin Karshjaka, shkova si koreograf më atje, edhe shkova me komplet trupën time që unë ushtroja në Ibe Palikuq dikun 30 valltar. Bile, ajo gjenerata asaj kohe kanë qenë fajtori kryesor që unë vazhdova me koreografi, sepse doja ta linja krejt me këtë aktivitet, disi u lodha, disi u dëshprova, ndoshta ka njeriu batica dhe zbaticat e veta, pasove, edhe thash me më mirës për jetën time, në të ardhmen është të laket profesion dhe të mire me punë të jetës që thuhet. Por ata valltar ishin organizu, edhe ishin mërzit shumë që unë e lash ansamblin, edhe thanë që në rast se ju shkoni te shtëpia, edhe nuk vazhdoni më, të gjithë ne kemi vendosur dhe ne shkojmë në shtëpi, nuk vazhdojmë më. Edhe kështu që ata më detyruan edhe më dhanë një përgjegjësi dhe obligim dhe merr shumë keq që ashtu ma dhanë një vendim që ishin pru të gjithë bashkë, edhe pastaj shkova në ansamblin Karshjaka dhe gjeta një vend jashtëzakonisht të mirë, nga kryetari i atëhershëm, nga koreografit që përmenda Faredim Iftari, dhe krijum një ansambël që i kaloi gjitha pritshmëritë, sepse ishte një ansambël që trajtonte program burimor, por shkurja ime në atë ansambël që është në Nerez, ndoshta keni dëgjuar për Nerezin, edhe atje formova disa grupe, grup moshat valltare, me gjithë grupën time që shkova atje, 30 valltar, kemi organizu, si koreograf, po isha edhe drejtor ose kryetari këshillit organizativ. E kisha dhe atë përgjegjësi që të organizojmë, me kuptohet me gjithë atë staf që kisha atje, ndihmën dhe një bashkëpunim jashtëzakonisht me gjithë atë kryesi që kishim atje, dhe kemi organizuar koncerte, edhe me një fjalë ansamblin Karshjaka jashtëzakonisht ngritëm në një piedestal të ansambleve që ishin me renome dhe me përvjetor, të them me përvjetor të jashtëzakonshëm të madh, sikur që ishte Minduraku, sikur që ishte edhe Ibe Palikuqi. Por edhe Xhelin Zeçiri dhe Bajram Shabani, të them, Tetova dhe Kumanova. Por interesimi i madh i punës time të asaj kohe, po flas për atë kohë, kjo ka qenë dikon viti 2001, më njëherë pas lufte, 2002,
Emin Gaxha, drejtori ose kryetari i ansamblit Emin Duraku tashti, shpreh interesim për mua personalisht që unë të marr ansamblin Emin Duraku sepse ai veç më tha këtë si troç, si çfarë tham tash. Unë nuk do të mundem të vazhdoj me ansamblin Emin Duraku. Por ai ansambël është një mëkat i madh të mbyllet. Dhe një tash po e them kështu në thojza, por e ka përmend. Në rast se shon një budall si unë që po punon natë ditë për vallën, as pak thot e shoh Fadilin. Edhe thot ti duhet të vish në ansamblin Emin Duraku dhe ta marrësh dhe ta udhëheqësh këtë ansambël. Ditën e parë kur më tha, kemi bërë 2-3 takime, ditën e parë kur më tha, besoni se u rënqetha për këtë përgjithësi dhe për këtë ofertë që më dha. Nga një anë ishte përgjithësi ta marr këtë detyrë, nga tjetra anë ishte krenari. Emin Duraku ishte një sinonim në rast se flasim në të them leadershipin e ansambleve. Emin Duraku ka qenë sepse 7 vite po e përmend. Në rast se flasim për brandin e ansambleve të emrave, prap Emin Duraku ishte brand dhe është brand, kuptohet. Edhe kështu që unë u gëzova shumë nga një anë edhe thash po, unë e mundem këtë punë ta marr. Këtë obligim dhe këtë përgjegjësi do ta marr. Edhe vendosa që ta marr, por kuptohet me një mirë kuptim dhe një pajtim të ansamblit Karshjaka aty ku punoja, që mos ta lë keq atë ansambël, ata kanë vazhdu, kanë punu dhe lash shumë valltar në atë ansambël dhe unë mora Emin Durakun që nga viti 2001-2002 dhe deri ditët e sotshme unë vazhdoj të punoj me ansamblin Emin Durakun. Në rast se s'ke ndonjë pyetje tash të ndërhysh para se unë tash flas edhe për ansamblin, për aktivitetet e ansamblit Emin Duraku se janë jashtëzakonisht të shumta. Pastaj ne sigurisht edhe shikuesit e juaj të emisionit tuaj në Zem do të kenë mundësi të shohin në retrospektiv të shkurtër në ambientin brendshëm që kemi këtu ne, edhe dekoratat, edhe dhuratat, edhe çmimet, edhe sallën, edhe gjithçka që kemi, këtu do të shohim pak shumë në pika të shkurtra nga pamjet e tona, ambienti të ngrohtë, jashtëzakonisht shumë të ngrohtë për brenda që është. Pas punës tonë, angazhimit tënd edhe suksesit tënd, si kanë qenë ato hapat e para kur ke ardhur në pozicionin tënd dhe në punën tënde dhe ke marrë rrugtimet me kërcimtarët, me valltarët dhe ke shku anë mban. Sa ka qenë emocionuese për ty dhe si ka qenë e kënaqshme me thonë me një fjalë, sa je motivu me këto gjana, se nuk është lehtë të shkosh të udhëtosh në për thyese një çerek të Evropës, të shkosh me tritë edhe të përgatitesh rrugtimet, të lodhjet, përgatitjet, ushtrimet, ku të qoftë. Sa ka qenë e lodhshme ajo edhe sa ke mujt me menaxhu? Një fjalë popullore thotë nuk mundesh me bë mirë në gjetiu në rast se vetë nuk e lën keq. E vërtetë është ajo, mund të them prej punës time, prej gjitha sfidave që më janë paraqit gjatë gjithë karrierës time, e vërtetë është ajo. Por është kënaqësi të punosh me rini. Unë lirisht mund të them se në karrierën time si koreograf tash po flas, nuk po flas si valltar që kam qenë dikun prafërsisht 2 dekada, po flas edhe si koreograf, edhe si udhëheqës dhe kryetar që jam që prej vitit 2011, por koreograf jam prej moshës shumë atë, domethënë para 20 e kusur viteve. Është një kënaqësi të punosh me rini. Në atë kohë ka qenë më ndryshe se sot. Mund të baj këtu krahasime, interesimi i madh i atëhershëm, në rast se në atë kohë kemi ngjit një afishe, një letër në hyrjen e shkollës, një shkolleje, edhe janë paraqit dikon 100 antar për një shkolle, edhe ta vetëm prej një letër që në këtë datë, në këtë ditë pranojmë ansambli Emin Duraku shembull pranon antar të rinj në seksionin e vallëzimit. 100 valltar janë paraqit dhe më shumë bile në mbrojnë për një shkolle. Në rast se flasim koha e sotshme është jashtëzakonisht shumë e rëndë, duke beteju, duke luftuar me trendizimin që na ka plu në çdo familje, në çdo porë të jetës tonë, betejojmë, pra luftojmë edhe në çfarë mënyre mundohemi të përfitojmë rinin që të sjellim në ansambël, të mësojnë, unë e them gjithherë nga më e mira e kombit tonë. Ajo është tradita jonë, ajo është kultura jonë. Një popull që ka një lashtësi, sikur që është
populli shqiptar, që prej kohës Iliride këndej, atëherë sa edhe të hulumtojmë, sa edhe të gjurmojmë, gjithmonë mund të nxjerrim diçka të re. Vetëm puna na duhet neve, të mundohemi të punojmë dhe gjithmonë do të nxjerrim gjithmonë të reja prej lartësisë tonë. Edhe kështu që këto do të ndërlidhi rinia jonë, pra në kohët e sotshme është jashtëzakonisht shumë jo e interesuar, por besoni se shkoj në çdo shkollë, ne gravitojmë në hapësirën, në territorin e komunës të Qajirit, edhe shkojmë janë diku 6-7 shkolla fillore. Edhe shkojmë shkollë për shkollë, shkojmë klasë për klase, ju tregoj se pse është mirë mu marrë me këtë aktivitet, në aspektin fizik trupit, se si mirë bëhet trupi, në aspektin që mësojmë nga tradita jonë, nga identiteti jonë kombëtar, e tregojmë si janë udhëtimet, e festivalet, si preki disa momente vetëm që të sjellim rinin tonë në ansamblin Mindrako. Besonazim se prej 6-7 shkollave, në rast se më herët kemi e bëm prej një shkolle, një afishe që përmenda, 100 zanës, tash prej 6-7 shkollave, edhe shkoj klasë për klase, bile ka disa shkolla që kanë dikon 27-8 klasa. Beson që kur dal prej klasës fundit, korridori kështu më shkon të heq klasat, edhe më shkon në luhatët, qas shumë që flasin për klasat dhe marrë maramendje. Por, du të them prej gjitha shkollave, klasë për klasë, ju tregojmë, ju sharojmë drejt për drejt, besoni se dikun 4-50 nxënësa a vinë as vinë. Edhe ata me kohë pastaj vinë edhe ai numër vjen duke u zvogëluar. E tash do të bazohem pak, mos deshte me ndërhy këto. Ja, deshta me ndërhy edhe me shikoj se një kërcimtar, se një valltar i ri sa kohë i merr që të det një super talent. Për më bo valltar profesionalisht duhet vite, kuptohet. Për më bo. Por, te ne, me të vërtet, është një koncept jashtëzakonisht shumë mirë i organizuar. Në ansamblin Minduraku, i kemi tash, po flas për ditën e sotshme, i 2 koreograf që janë me përvojë 2 dekadësh, djali im dhe vajza Gjeneta dhe Avniu. Avniu punon me djem, Gjeneta punon me vajza. Dhe pastaj, do të thonë kjo është në mënyrë sistematike, kjo punë punohet edhe është jashtëzakonisht e suksesshme. Dhe ne duke pas parasysh se them, pjesa dërmuese e koreografive tona janë me ekip të kombinuar gjinive, edhe pastaj ne vjen momenti i bashkojmë gjinive. Pra, djem meshkujt edhe vajzat, edhe aty punohet edhe një fazë tjetër ku vjen deri një sukses. E tash në rast se flasim për sa kohë shkon. Për një valle, një koreografi shkon dikun po flas për fillestar, 3-4 muaj. Pastaj vallja e dytë shkon merr pak më pak kohë, se ata veç kanë fillu ta dinë se çka është gjysmë rrethi, çka është rrethi, çka është koma e djathtë, çka është koma e majt, cili hap para mas shkon, cila është valle te ne, pra po mundohem pika shkurtra shpejt me ngërthy, me ngërshetu, përveç hapave, përveç valleve që i masojnë, gjithmonë unë ndalem hov pasove, dikun 2 herë në muaj, ndoshta, fillestarëve sidomos, ju tregoj se çka do të thotë vallja me motive kosovare. Çka është Kosova? Ku është Kosova? Se si fëmijë mund edhe mos ta dinë si kufizohet, ku kufizohet, ose kemi valle të Drvenit këtu në Shkop. Ku është Drveni? Pse është Drveni? Ku është Karshijaka, si zona po flas? Kemi Çamarin, valle Çame kemi. Ku është Çamja? Çamëria, si ka qenë Çamëria, si është e okupuar Çamëria, si vallja Kanga Çame dallon prej pjesës tjetër të shqiptarisë. Këto momente u mundohem të sqaroj që sa do kudo ata të dinë kur vallëzojnë të dinë çka vallëzojnë. Pra, kjo është. Përderisa për me nxjerr një super talent, tash unë shpesh e kam përmend. Në ansamblin Minduraku nuk prodhojmë vetëm vallëtar, prodhojmë edhe yje të vallëzimit. Çka do të thotë ajo? Se vallëtarët e Mindurakut përmes aktiviteteve, përmes punës njëherë këtu që bëhet, jashtëzakonisht serioze dhe e lotshme është goxha, sepse kërkohet shumë punë, shumë dinamik, edhe për sukseset që i fitojmë në çdo festival ose në çdo dytin festival, por më shumë është në çdo festival, aty e bojnë vallëtarët që e them unë yjet e vallëzimit, sepse ata veç janë
janë të njoftuar me publikun, qoftë përmes medjave, qoftë përmes festivaleve, qoftë përmes koncerteve, dhe çdo pjesëmarrje e tyre, çdo përvojë e tyre që krijohet nëpër skena, ata veç publiku veç i njeh, sikur në serialet filmike të filmave që janë seriale, epizodi i parë njoftohesh me personazhet, epizodi i dytë, tretë vazhdon edhe më i njoftohesh me gjithë. Ashtu është kriju sistemi i punës në ansamblin e Minduraku, pra është i krijuar që çdo herë vallëtarët e ansamblit e Minduraku të jenë të njohur para publikut, sepse edhe publiku më kur t'i shef si figura, si fytyra ata e dinë se për çfarë kapaciteti dhe kualiteti bëhet fjalë. Atëherë kam një pyetje shumë të rëndësishme. Buxheti, si qëndron buxheti i qeverisë për të të rrugtu, se jo e di që nuk keni lanë vend në Evropë që nuk keni shku dhe që nuk keni performu. Edhe sa janë angazhimet e juaja para festave, edhe promovimet e juve me motive të reja, me motive të ndryshme. Sa janë këto punë? Në rast se flasim në pjesën e përgatitjes së ansamblit ton për festivale ndërkombëtare, edhe ato ndërkombëtare, janë jashtëzakonisht nuk dallojnë shumë gati se hiç me përgatitjet që i kanë ansamblet shtetërore. Besoni ne për të paraqit, për të marrë një ftesë, marrim ftesën dhe duhet të shkojmë në një festival ndërkombëtar, sidomos ndërkombëtar që jam jashtëzakonisht i rrept. Unë jam i rrept edhe për pjesëmarrjet më të vogla që organizohen, qoftë ndonjë patronat shkollave, domethënë prej aty niset edhe serioziteti dhe puna që e zhvillojmë ne. Por në rast se mirë e kuptova pyetjen, për festivalet ndërkombëtare ose shtetet që i ecim neve dhe përgatitjet që i bëjmë për ato festivale, për ato shtete. Përgatitjen janë, përmenda pak më herët, janë jashtëzakonisht të rënda për vallëtarët, edhe me të vërtetë unë i falenderoj gjitha gjenerata që kanë kaluar deri tash, edhe gjenerata e sotshme që është, që ansambli Minduraku njihet si ansambël me plot kuptimin e fjalës, si një ansambël që është histori, është traditë, është kulturë, është shkollë, është akademi në vete, por nuk kemi buxhet që të paguajmë neve vallëtarët të marrë të jenë të paktën gjysmë profesional. Nuk i kemi atë status, ne jemi amator në atë aspekt. Nuk paguajmë, por vullneti, dëshira, edhe lidhshmëria familjare që kemi kriju ne këtu që krijojmë çdo herë në ansambël, e bën që edhe puna e lotshme që krijohet, djersa që derdhet në sallë aty, frymarrja që shpirti i vallëtarit ndonjëherë vjen deri në fyt, pak pa dal, shpirti kthehet prapë në vend, çat janë të lodhur ato ushtrime dhe ato prova. Unë i falenderoj shumë vallëtarët e gjitha gjeneratave, por ajo është një sukses i madh neve si komb kur shkojnë në festivale ndërkombëtare, që unë si menaxhues i ansamblit çdo herë mundohem në çdo vit, sepse ne nuk kemi buxhet të ecim nga 4, 5, 6 festivale brenda një viti, por një 2 deri në 3 festivale brenda një viti i ecim dhe mundohem mos tjetë, sepse ka qenë më herët trend Turqia ka pas shumë organizime Turqia. Por unë një mundur gjithherë të heci shtetet ku mundem të kam qasje që të prezentoj kulturën tonë shqiptare në për shtetet e ndryshme. Minduraku ka marrë pjesë në Gjorgji, Minduraku ka marrë pjesë në Ukrainë, ka marrë pjesë në Çeki, në Slovaki, në Itali, në nuk i di Bullgari, Rumuni, edhe sigurisht ka dhe shtete tjera që kemi marrë pjesë, që për momente nuk unë kujtohen, por përgatitjen janë zakonisht të rënda, dhe besoni se veç një shembull do ta them. Në rast se Gjorgjia përmendet si një shtet që e ka vallën më atraktive dhe më të fuqishme në rrezullin toksor, gjorgjianët. Besoni se kur kemi qenë në Gjorgjinë, kemi marrë çmimin e parë, ajo është diçka tjetër, por çka na tha organizatori dhe koreografët e Gjorgjian që ishin në juri aty. Na thanë
edhe që ishte knasi për neve, se ju shqiptarët pas keni një stil të kërcimit dhe të koreografive të ngjashëm me tonin. E tash, para mendos çfarë fjale është ajo, nëse e hudhim një paralele, ne rangohemi me vallën dhe më atraktive të rruzullit toksor. Por, unë po e them, prap, në festivalet ndërkombëtare duhet të jemi shumë të kujdesshëm se cilat ansamble duhet marrin pjesë. Duhet të ketë kriter, nuk ka kritere, sepse nuk mundet çdo grup, çdo ansamble, çdo shoqëri veç e merr ftesën pse ka gjetë një njeri një ftesë edhe duhet të merr pjesë, sepse prezantimi i kulturës shqiptare duhet të jetë me një dignitet të veçantë, të pakrahasueshëm. Edhe për atë e them, prej përvojës time që festivalet ndërkombëtare ne si ansambël gjithmonë jemi prezantuar dhe kemi lënë gojë hapur, sy hapur dhe gjithmonë kemi lënë derë të hapur gjithmonë që të marrin pjesë në festivalet prap të tyre në për ato shtete që kemi kalu, po bili kemi marrë edhe shumë ftesa në këto festivale që kemi qenë prej ansambleve, prej shteteve pjesëmarrëse të atyre festivaleve kemi marrë, sepse kemi qenë të pëlqyeshëm për ato shtete, edhe gjithmonë ne bile atë sa ftesa kemi nuk mund t'ju përgjigjemi shkaku i financave, se me mund vetëm jashtë Maqedonisë, jashtë Shkupit të Ri për shtetet tuaja me pas mundësinë, sepse atë punë kemi, atë përgjegjësi kemi marrë, ta prezantojmë kulturën tonë, sa mundemi më shumë. Atëherë kam një pyetje, me sa është e njoftuar në Ministria e Maqedonisë me këtë pasionin tënd që me të vërtet me padurim pret që të zgjerohet edhe më shumë edhe të udhëtosh edhe më shumë, të tregosh punën tonë, të tregosh pasionin tënd, është e njoftuar në Ministria e Maqedonisë që për suportin e juve? O, Nazim, një pyetje jashtëzakonisht me vend. Zdi ka t'ja filloj, por shumë shkurtimisht do t'las. Lutem. Maqedonia është shumë shtet i vogël, 2 milion banor i ka. 1 milion shqiptar, them. Edhe në ministri, gjithherë kemi pas qoftë ministër shqiptar, qoftë zavendës ministër shqiptar, qoftë kabinet. Fadili është koreograf i diplomuar. 2 koreograf janë të diplomuar në Maqedoni. Por përvoja ime është te mase, do më thonë e veçantë. Nga ana tjetër, vitin e ardhshëm në këtë moshën, diplomoj etnokoreologji, bashkë me djalin tim dhe vajzën time. Vetëm nga 40 etnokoreolog në Maqedoni që janë, praportisht dikon 40 janë. 40 janë të komunitetit maqedon. Asnjë shqiptar. Të parë që do të diplomojmë vitin e ardhshëm, tash jemi viti 3 edhe po jemi domethënë të mbarojmë vitin e 3, edhe vitin e ardhshëm diplomojmë edhe etnokoreologjin. Por koreografi diplomuar me një përvojë dallëzimit koreografive 40 vjeçare, nuk ka fëmijë që nuk e din, mos flasim pjesa e politikës, por këtu publikisht po e them, shtek se unë shkoj edhe i trokitin der dikujt edhe i tham, o njerëz, e keni një njeri që nuk e kanë në Maqedoni nuk ka të diplomuar me kaq përvojë, me kaq, unë po thash pak më herët, prodhimi i valltarëve përmes duarve të mia që kanë kalu prek numrin 4 cifror. Jo 3 cifror, 4 cifror që kanë kalu, që kanë prodhu. Besa më përshëndesin qarshis, kudo që të më përshëndesin nuk i njoh. Edhe ndalem, më tregojnë, unë kam qenë në filan shkollën, në filan kohën, edhe kështu që nga njëherë baj pyetje vetes sa vite kam 200 vite apo sa. Ndoshta keq klasë për vetëm, beson, por po ma bone pyetjen që është jashtëzakonisht sensibile dhe prekse, sepse njëherë për njëherë deri sot kush nuk më ka thënë Fadil eja se ti meriton këtë vend, qoftë në ansamblin shtetëror që kemi këtu që është themelu dikon para 5-6 viteve, qoftë në një digaster të kulturës këtu, Ministritë të Kulturës kudo që tjetë. Por është një behane te unë që unë asnjëherë tam në jetën time nuk u marr asnjë libres të asnjë partije politike. Edhe s'kam ndërmend të marr, sepse partia ime është gjithë gjithë shqiptare, jo që prek vetëm një grup ngjyrës
blu, ose ngjyrës kuqe, ose ngjyrës verdh, por unë nuk mundem këtu kam 100 kusur antar. E gjatë gjithë jetës time përmenda numrin 4 cifror. Ata nuk janë partive, ata janë gjitha partive politike, ata valltar që kanë prindërit, edhe kështu që mund të takon të ngjyrosin politikisht. Por është një fjalë kur thuhet kultura duhet të ndihmon. Po më falni, politika duhet të ndihmon kulturën, por jo politika të mirët me kulturë. Bravo. Atëherë, pra, unë jam edhe këshilltar për kulturën në kabinetin e Vatrës, këto në zyrën qendrore në New York, i lus të gjithë shqiptarët, anë në banë kudo që janë në glob, që t'i suportojnë shoqëritë tona kulturore artistike, ansamblet tonë, bizneset tona shqiptare, kudo që e ndëgjojnë në këtë emision që jemi duke majtë, t'i suportojnë dhe t'i mbajnë në këmbë. Vullnetin dhe pasionin tënë, që po e tregon, me qenë se edhe unë kam qenë në pjesëtar valltar qysh në viteve të 80, e di rëndësien, e di se ç'është pasioni, e di dashurien. Tash dua të dalë dhe do të bisedojmë pak për emisionet tua që i ke zhvilluar në të kohën me artistat, edhe si është quajt ai emisioni yti, edhe duket edhe sa e ke. Faleminderit për pyetjen, Azem, por do të më lejosh 1 minutë para se të fillojmë flasim për emisionin Konakut. Përmende pak më herët që duhet suportimi i kulturës shqiptare edhe atje në Amerikë. Unë baj apel të gjithë atyre që kanë mundësitë në Amerikën në besoj. Ne kemi një perceptim dhe mendim se në Amerikë me të vërtet lulëzon ekonomia dhe ashtu është. Dhe kështu që ka shumë biznese shqiptare, duhet të ndihmojnë, të suportojnë, që po thot një fjalë ansamblet, unë shoh përmes rrjeteve sociale, shoh edhe grupe, ansamble, shoqëri kulturore artistike që funksionojnë në Amerikë të shqiptarëve, është punë e rëndë, nuk është punë as pak e lehtë, mirë në gjithë atë kontinent të largët për këtu, të mirët edhe të trajtohet kultura jonë. Pra, unë bëj apel të ndihmohet, sa të mundet të ndihmohet, sepse ajo ndihmë nuk shkon një, të them, individ personal, por shkon për kulturën në përgjithësi edhe i shohim dobi të gjithat. Nga ana tjetër unë veç po e them, në rast se do të prek, ndoshta Nazim mos e kupto se po e keq përdori emisionin. No. E kemi bisedu edhe ke dhënë shumë mund ti personalisht që ansambli Mindurakut të jetë mysafir në Shtetet e Bashkuara. Patjetër, për atë deshta dhe më falë që të ndërhyra, për atë deshta se me të vërtet të në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi shumë artista që vinë dhe vizitojnë. Kuptohet se në Shtetet Bashkuara të Amerikës të vihet një personalitet me një grup shumë të madh deri 25 vjet, 30 vjet, është një kosto shumë e madhe, edhe besoj që ka nevojë në suportim, edhe është kënaqësia imja, edhe kënaqësia e të gjithë shqiptarëve këto që të na vinë, kemi edhe ne këtu disa kërcimtarë, disa por sukur ansamblet e mëdha që janë të njohura shqiptare në nuk kemi këto, që është mirë që t'i kemi edhe për festat e 28 nëntorit, për gjërat më të bukura që i festojmë të në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pse mos të vinë, pse mos të performojmë një 5 ditë, një javësh, t'jenë këto, t'jenë së bashku me neve, se ne në Amerikë kemi ofër se thuje vetëm në New York edhe në këtë vendin ku jemi, Boston, New York, Chicago, Detroit, ku janë ato vendet e mëdha të shteteve, kemi shqiptar shumë, kemi nevojë me ardhen, me qenë se ne punojmë atë shumë, por kur na vjen në shtu një dilja kemi qef që të argëtohemi me diçka, kështu që jemi bo një populatë e madhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse mos të hapën dyert edhe për juve, pse mos të vini, pse mos të na tregoni atë punën e juve, atë pasionin e juve, vetëm ka flet, do me thonën, më shtenë, tha, mos atë çka duhet me bo më shpejti për juve. Kështu që dalmi pak të emisionet e juaja, se si menaxhon ato me ato musafer të mirë që i keje. Po, dashuria ndaj folklorit, pra krimtari popullor, folklori në përkthimin adekuat do të thotë krimtari popullor. Krimtaria popullore është ajo që ne kanë lënë të parët, shumë të parët para nesh, edhe ne duhet ta marrim ata, ta ruajmë si sytë e ballit. Edhe kështu që në kohën kur
them, luftrat që u zhvilluan këto dhe u kryen luftat, krejt në rregull, por filloi një luftë tjetër. Filloi lufta që të zhvlerësohet kënga popullore, vallja popullore, kënga folklorike, prej vitit 2001 deri në vitin 2010, këtu veç filloi antivlera të fiton, të mbisundon në aspektin e këndimit, po flas për këngët. Edhe televizionet veç nuk kishin çka të prezantojshin përveç atë çka po e konzumon popullit po i pëlqen që ajo antivlerë, që ne i thojmë ose ndonjë tallava, ose ndonjë këngë që nuk është me vlerë artistike, edhe kështu që ajo mu personalisht më ka lodhur shumë edhe më ka brengos jashtëzakonisht shumë. Dhe ideja merr ashtu duke u marrur me vallën popullore, me koreografi, me këngë, me ansamble, me njerëz që gjatë gjithë jetës time kanë qenë profesor, që sot nuk janë edhe pjesë e kësaj bote ndoshta, por janë profesor me emër dhe mbiemër që ata kanë lënë shumë gjurmë në pjesën artistike të vlerave dhe cilësisë artistike tona, edhe kështu që nga ai aspekt, nga ajo prizma, unë veç erdha në ide se duhet ta filloj një betejë, një rezistencë asaj antivlere që çdo televizion, çdo radio veç e ka kaplu. Edhe kështu që fillova me sofrën, fillova me Konakun. Emisioni Konakut ka qenë jashtëzakonisht i shikuar dhe filloi dikon viti 2010-2011 dhe mund ta them se dikon 10 vite të plota ka funksionuar si emision, kum punu shumë dhe dikon mund të them se kum prek dikon numrin 500 emisionave. Dikon 500 emisione ndoshta kanë kalu, bile me disa shokë aty në televizion që kam punuar në televizionin Era fillimisht, pastaj në televizionin Alsat, pastaj prap në televizionin Era dhe Shenja u bën bashkë. E ata kolegë paka shumë në aspektin humoristik e përmendën se Fadili ka 5 terabit, nuk e di ato 5 tera emisione që do të ne mush, edhe kështu që është një punë e lodhshme të kontaktosh, komunikosh, gjithmonë të jesh i kujdesshëm, ti vetë jetoj edhe heq emisionet edhe duhet të jesh i kujdesshëm se çka po prezanton para publikut, çka po konzumon publiku, edhe pjasi atij momenti që thash fillova prej xhelozisë të madhe, fanatizmit të madh që të ngritim këngën popullore sa mundem veton, edhe me të vërtet bani bujë të madhe me ndihmën e televizionit dhe drejtorët e atëhershëm të televizionit Era. Televizioni Era ka qenë jashtëzakonisht një televizion i vetëm privat në atë kohë në Shkup edhe në Maqedoni. Bile misioni Konakut filloi të ipet njëherë se ishte një film që shumë ishte i shikueshëm, ishte filmi Pallatit, edhe njëherë pas filmit ishte termini i emisionit Konakut. Edhe kështu që duke dashur me ngritën atë emision, beso se unë kushdo pas disa kohërve, të them një viti 2-3, ose është në festival në Sarandë, ose është në festival dikon në për qytetet shqiptare, kudo që janë, unë e ndjesha vetën sikur në Shkup. Pse? Befasosha kur më thoshin Fadil, si ai e mirë në Sarandë, për shembull, më ka ndodhur si në Shkup isha. Domethënë emisioni me të madhe duke u shikuar. Çka ka plu të them ose çka ka përfshi ky emision? Këngën folklorike. Në këtë emision kanë marrë pjesë shumë pleçnar, kanë marrë shumë historian, shumë njerëz të mençur që kam gjormu edhe i kum thirr gjithë i kum pru. Dëshira e tyre ishte me të vërtet ishte emisioni i vetëm dhe i parë që filloi me moderatorit të jetë me kostume tradicionale, popullore komplet, domethënë, edhe kështu që ajo bani bujë të madhe dhe gjeta veten në atë emision. Edhe kështu, por një njeri i mençur që kisha një plak të them mençur, shumë i mençur, ma tha një fjalë. Unë e di që ti s'ke shkollë të gazetarisë të kryer, Fadil, por tha, ty të ka bërë të madh se ke gjetë gjuhën e popullit. Edhe me të vërtet nuk më kish ndërmend se është ajo. Edhe populli me të vërtet e donte atë emision. Ta përmendi Amerikën, Shqipe Kastratin, që jeton në Amerikë, e kum pas në emision. E kum pas mike të them, edhe para se me arë në emision, dhe hatri
miqësisë që e kishin, ajo pranoi të vjen në emision, e jo shkaku i emisionit. Sepse mendonte se është emisioni në lokale, televizion i Shkupit, pa. Por çka ndodh? Ajo vjen në emision, kalon emisioni, edhe vjen pas 3-4 muajve. Pra pushim edhe takohemi me vllahun e saj, pim kafe edhe ta du të tregoj diçka, tha. Emisioni Konaku tha në Amerikë shikohet sikur me qenë nën Shkup. Bravo. Si u binda, tha, shkova tha në një darsëm atje në Amerikë, këndova tha, kur erdhën do plaka, erdhën do gra aty, edhe tha të më përqafun sa mirë tha ke këndun Konak, të emisioni Konak. Dhe kështu që tha vërtetova se me vërtet është emision që ja ka vle për gjithë shqiptarët. Dhe gëzohem, i përshëndes. Fadil, ndëgja, kjo është një gjë shumë e bukur për ty, për rrugtimin tënd për 44 vite që ke punu edhe punën nuk ndalesh prap. Edhe kur ulesh për një mision, edhe fillon të tregosh rrugtimin e punës e tjetës tane dek deri ku je tani. Edhe me qenë se ky emisioni im do të transmetohet në kanalin e 39 në TV Alb dhe në 1 TV në kanalin 250, ku mund të shikojnë anë mban botës. E kështu që unë për veti kam një ndërë beso fjalët e tua, biseda jote e tërkohës ka qenë domethënë një tërqethje në shpirtin tim artistik, sepse edhe unë kam qenë në derë atje edhe di se si ka qenë e derë bukur, edhe kështu që i lës të gjithë bashkëdhetarët, kudo që janë, që këto emisionet të shikohen, këto emisionet të suportohen, këto emisionet të vlerësohen, se kemi njerëz që me të vërtet punojnë me shumë vite, edhe kur ulen një ditë pranë jemi ekranit, edhe flasin për rrugtimin e jetës tyne, edhe gjithmonë ajo frimarja mirët shumë thellë dhe thu mërë zot çka kam bë. Kreacionet përgëzoj për gjithçka, edhe besoj që në ndër emisionet më të mira unë dogot që motis kanë qenë, kështu që unë të falenderoj edhe një mesazh për të gjithë shqiptarët të anë mban në glob ku janë. Çfarë mesazhi ke? Para se të jap mesazhin, edhe një herë të falenderoj shumë ty për ftesën dhe mundësinë që më dhe që të jemi shumë afër vëllezërve dhe motrat tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në gjithë globun toksor, në gjithë botën, më mirë të them. Edhe kështu që unë ti Apo shef, kemi të përbashkët, diçka. I ke qenë valltar, unë kam qenë valltar. Ti je moderator, unë kam qenë moderator. Është diçka interesante, ndoshta është një koincidencë kjo rasti e jona, por ja, po e përmendi edhe të dëshiroj shumë suksese ty. Thiri gjithë shqiptarët, gjitha bizniset, ku janë që na ndjekin këto emisione janë të cilat me të vërtet duhet të ndihmohen, të mbështeten, të suportohen, sepse ja, sot Fadili foli për ansamblin Midiraku. Fadili foli për ansamblin Midiraku, një Fadil, por ansamblin Midiraku ka kaluar mira artista që kanë kaluar, që është themeluar qysh prej vitit 1948, sot është viti 2025, kanë kaluar 77 vite, ne u munduam që në pikat të shkurtra të ofrojmë vëllezërve dhe motrat tona, në pikat të shkurtra të tregojmë për aktivitetet dhe për punën dhe sakrificën që bëhet në ansambël. Andaj përmes emisionit tënd, Nazim, pra kjo është ajo që nga ky nektari jon të shijojnë gjithë popullata jon kudo që na ndjekin. Unë jam i bindur që janë milionëshe. Te unë në rast se kanë kaluar që përmenda artista dikon 4 cifror, te janë dikon 7 cifror që na shikojnë besoj. Numri. Edhe kështu që mesazhi im për gjithë shqiptarët kudo që janë, ndoshta është pak sa të nuk kam mendu për këtë mesazh, por për momentin do ta them atë që kam vjen për me thonë. Gjithmonë të mundohemi të dojmë njëri tjetrin. Gjithmonë të mundohemi asnjëherë mos të shohim përmes prizmës së xhelozisë me njëri tjetrin. Nëse shohim që ka përparu, pse jo ne ta mbështesim, pse jo ne t'i gëzojmë suksesit atij, sepse në rast se i gëzojmë suksesit tjetër kujt, suksesi jon patjetër se ka më ardhur, suksesi personal patjetër se ka më ardhur. Mbi gjitha, me qenë se mirem unë me këtë aktivitet, me kulturë, mirem me valle, me koreografi,
edhe nuk u përmenda dikon 20 koreografi në ansamblin Minduraku janë që vallëzohen në çdo moment nga trupa e vallëtarëve që janë dikon mbi 100 vallëtarë të ndarë në 3 grup mosha. Edhe kështu që nga ky vend tempull i kulturës, ky tempull i shenjtë i kulturës shqiptare, është që ne të dojmë njëri tjetrin, mbi gjitha, në rast se e mbështesim të gjithë ju prind që na shihni tash, fëmijët e juaj mirë është edhe me çdo kusht, po e them, merrni edhe angazhoni në shoqëritë kulturale artistike, sepse atë do të mësojnë më të mirë në kombit tonë. Besoni se do të kënaqen. Nga ana tjetër, unë mendoj se duhet të parafrohemi edhe si me kontinentin që jemi shumë larg Amerikë edhe këtu, përmes aktiviteteve që na do të na ofrojnë. Qoftë ne të vim atje, qoftë ju kur të vini të organizojmë, por kuptohet njerëzit që miren me këto aktivitete, me këto menaxhime, sikur që është edhe nazimi, sikur që janë edhe njerëzit që i ka përreth nazimi edhe shumë tjerë, pra të fillojmë të bashkëpunojmë, pse jo e Minduraku, pse jo ndonjë kulturë tjetër, ndonjë ansambël, e kështu që ne ta bëjmë më të mirën e popullit ton, që sa më shumë të këndojmë shqip, vetëm shqip, me vlera, edhe të vallëzojmë shqip. Faleminderit shumë, është kënaqësia ime Fadil, edhe mirë të dëgjofshim deri në emisionet e radhës, edhe besoj që shoh datë një farë kushte që të vini edhe të na argëtoni pak bre, të shohim atë artistat e tonë shqiptar anë oqeanit, që të vinë këndej oqeanit edhe tjenë. Pra faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime e madhe. Në rregull, për fund, gjithashtu, unë po ju përshëndes edhe një herë, por për fund besoj se do të marrim tash një imazh, një video këtu të ambientit përmbrenshëm të dhuratave, të çmimeve që kemi dekoratave, edhe me po këto janë momentet ku dikun kemi marrë koreografia, shumë shpesh kemi marrë koreografia ma e mire e festivalit, por çmimet e para, këtu i kemi për shembull në KNGH, në Kosovë, këtu është në Drenia, në vendi i parë, kemi jashtëzakonisht shumë çmime që i datojnë vitet 2020 deri në vitin 2025, kjo pjesë këtu veç është, këtu i kemi prej Bullgarisë, kemi në Viti, kemi këtu në Turqi, është vendi i Nasradinit, do të thonë qyteti ku është lindë Nasradini, edhe kështu që kemi marrë pjesë në ato festivale. Këtu kemi, të them vitin 1973 në Itali, kur ka qenë ansambli Minduraku. Kjo është në Gjorgji që përmenda pak më herët, dhe kështu që kemi jashtëzakonisht në këtë zyre të kryetarit, të them, kemi edhe disa fotografia, por edhe shumë të them me njohje, diploma, e kështu me radhë, këtu kemi një diplomë, edhe këtu nga Italia, kjo është suksesi madh. Ajo ishte në Gjorgji që kemi marrë çmimin e parë, por tashti ne vazhdojmë edhe këto më shumë ka, më thonë, disa me njohje ose disa diploma që kemi marrë në pjesë gjatë viteve 2010-2020. Tashti shohim atë periudhë këtu. Kemi marrë jashtëzakonisht çmime këtu për shembull Julia profesional dan çmimi karrierës ansamblit e Minduraku, sepse ishim jashtë konkurrencë dhe në kohën e fundit ne kemi marrë ftesa për me marrë pjesë në festivale. Këtu për shembull jepet çmimi i parë. Këtu kemi ansambli Minduraku është rekorder i çmimeve, të them më mirë, sepse vetëm për dikun 7-18 vitet e fundit kemi dikun 56 çmime që kemi marrë. 56 çmime, për atyre i kemi dikun 18 çmime të para. Domethënë s'ka vit që s'kalon dhe që s'marrën çmime të para. Të tjerat janë koreografia më e mirë, vallëtar më të mirë, edhe këngëtar më të mirë, instrumentist më të mirë, kështu që dikun 56 çmime i kemi. Por vlen të përmendet dhe ndoshta mirë është të elaboroj shkurtimisht. Këtu është një tabelë që kemi përgatitur prej kohës kur është themelu ansambli i Minduraku, dhe këtu janë kryetarët e ansambleve, pra. Viti kryetari i parë ka qenë Abdullah Presheva, 48-52, Qani Pagriu, 52-60, Femi Muça, 60-64, Hamza Reka, Doktor Shukri Rahimi, 66-67, Doktor Gjevat Gega, edhe për të vazhdu deri te Emin Gaxha, që ka pas vitin 1949-2004, që ma pasoj ansamblin, por unë dëshira ime është që Hamzi Hyseni i ndjerë tashmo, edhe që dikun ansamblin prej vitit 2005 dhe vitin 2010.
Dhe prej vitit 2010 deri më sot, unë e thjesht që ansamblin, por e kemi këtu edhe një moto simbol i vlerave kombëtare. Për të vazhdu këtu, edhe këtu është salla ku neve punojmë, zhvillohet pra puna. Këtu ka qenë që është organizuar misioni Konakut, ma herë, tohët, me shumë musafir, këtu kemi rregullu qylimin, shiltet, e kemi qitë edhe kështu që këtu është zhvilluar misioni Konakut. Pra, gjithçka në një vend. Edhe këtu janë kuptohet jashtëzakonisht, ne vërtet kemi edhe shumë, s'kemi ku t'i vendosim, këtu janë dekoratat dhe ansamblit Emin Duraku. Pra, me një fjallë, Emin Duraku është një jetë që është e pakrahasueshme e gjithë artistëve që kanë kalu përmes këtij ansambli. Andaj faleminderit shumë edhe një nazim që më mësove që ansambli Emin Duraku të shpalos në për gjithë botën shqiptare. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues dhe dëgjues, kudo që jeni, faleminderit shumë, ishte kënaqësi ime sot që me të vërtet patëm të ftuar Fadil Zenelin, drejtori koordinator dhe udhëheqësi emisionit Konaku në Maqedoni nga ansambli Emin Duraku të Shkupit, të Ilirides ose Maqedonisë. Mirë ndëgjofshin deri në emisionet e radhës me Noli Show.